Mjeku i jep urdhër, mos e fusni në gojë domate nëse vuani nga këto tre sëmundje. Fruti kuq i lëngshëm dhe freskues i mbushur me likopen është i dashur nga të gjithë ne. Konsiderohet një ushqim i sigurt dhe shumë i shëndetshëm, por domatet në fakt mund të kenë disa efekte anësore të pakëndshme për organizmin. Nëse ndjeni disa nga simptomat e mëposhtme dhe i keni prezente në jetën tuaj, mund të bëni pjesë në grupin e njerëzve që nuk duhet të konsumojnë domate në dietën e tyre ushqyese. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pasi mund të ndikojë në përkeçimin e simptomave dhe të rrisë gjithashtu efektet negative të radikaleve të lira në organizëm. Nëse vuani nga refluksi gastrik, tregohuni më të kujdesshëm me shtimin e domateve në dietën tuaj të rregullt. Domatet janë një ushqim shumë acidik dhe për këtë arsye mund të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme, sidomos të urthit te njerëzit që vuajnë nga refluksi gastroezofageal dhe të ndikojë gjithashtu në çështjet tuaja imunitare. Edhe nëse jeni të shëndetshëm dhe nuk vuani nga këto probleme me stomakun, nëse hani shumë domate ose salca të paketuara të domates, edhe ju mund të përjetoni simptoma të pakëndshme në organizmin tuaj. Nëse vuani nga dhimbjet e kyçeve, tregohuni më të kujdesshëm me sasinë e domateve që shtoni në dietën tuaj, pasi mund të ndikojë në përkeçimin e shëndetit tuaj. Besojeni ose jo, shumë domate në dietën tuaj mund të shkaktojnë dhimbje të mëdha të kyçeve. Arsyeja për këtë është alkaloidi i quajtur solanin, i cili ndërton kalciumin në inde dhe domatet kanë shumë prej tij. Shumë kalcium në inde mund të shkaktojë inflamacione, dhimbje dhe entje në zonat e kyçeve. Problemet e veshkave. Nëse jeni një person që vuani nga problemet e veshkave, tregohuni të kujdesshëm me sasinë e domateve që shtoni në dietën tuaj. Dhe kjo ka të bëjë gjithashtu me ruajtjen e kalciumit. Domatet janë shumë të pasur me oksalat, një substancë që është e vështirë të metabolizohet kur merret në sasi të tepërt, pasi që mund të rezultojë në formimin e gurëve në veshka. Fruti kuq dhe i lëngshëm përmban gjithashtu shumë element të kaliumit, i cili mund të ndikojë në funksionin e veshkave. Nëse tashmë keni disa probleme me veshkat, keni kujdes veçanërisht me konsumin e domateve, pasi mund të ndikojë në përkeçimin e situatave tuaja. Nëse jeni një person që vuani shpesh nga alergjit dhe reaksionet alergjike, tregohuni më të vëmendshëm me konsumin e domateve, pasi mund të nxjisë përkeçimin e simptomave tuaja. Domatet përmbajnë nivele të mira të histaminës, e cila ndihmon sistemin imunitar të luftojë viruset dhe bakteriet të ndryshme. Nuk do ta besoni, por se sa i zakonshëm është një reakcion alergjik i domateve i shkaktuar nga histamina, dhe zakonisht shfaqet në formën e skuqjes, gjithashtu e entjeve në gjuhë së bashku edhe me simptoma të tjera të pakëndshme. Njerëzit e diagnostifikuar me alergji ndaj domates përjetojnë simptoma shumë më të rënda. Sindroma e zorrës së irrituar. Nëse vuani nga sindroma e zorrës së irrituar, domatet mund të shkaktojnë simptoma të tilla si diarre, dhimbje barku, fryrje, gazra dhe kapslëk. Në këtë rast është më mirë të përpiqeni të largoni ushqimet acidike, siç janë edhe domatet. Likopodermia. Likopeni është një pigment që gjendet në domate edhe për shumë ushqime të tjera. Kur kombinohet në sasinë e duhur, është shumë më mirë për zemrën, por nëse e teproni me të, mund të çojë në pigmentet e lëkurës një gjendje njohurësi, likopodermia. Problemet urinare. Ushqimet që kanë shumë acid, siç janë domatet, mund të irritojnë fshikëzën. Nëse vuani nga mosmbajtja e urinës ose jeni të prirur ndaj problemeve të tjera urinare, është më mirë të shmangni ushqimet acidike. Gatimi i domateve nuk do ju ndihmojë as në rast të tilla, pasi salca e domateve dhe keçapet janë zgjedhje edhe më të këqija në dietën tuaj. Nëse vuani nga këto shqetësime shëndetësore, është më mirë të hiqni dorë nga konsumi i domateve në mënyrë të tepërt, pasi mund të ndikojë në përkeçimin e organizmit, gjithashtu edhe të shkaktojë dëmtime të tij. Sigurohuni që domatet që shtoni në dietën tuaj të jenë gjithmonë natyrale dhe gjithashtu edhe në formën e tyre të përgatitura si duhet, kështu do ta keni më të lehtë të merrni përfitimet dhe të evitoni komplikacionet. Të gjithë janë të vetëdijshëm për përfitimet e shumta shëndetësore që sjellin domatet.
dhe jo vetëm lëngu i saj. Domatet jo vetëm që zvogëlojnë problemet e zemrës, por kanë potenciale shumë të mëdha në parandalimin e dhjetrave komplikacioneve, sigurisht që nëse ky perim konsumohet në mënyrë të rregullt çdo ditë dhe pa e tepruar. Ja disa nga përfitimet kryesore që mund të merrni nga konsumi i domateve në formën e tyre natyrale të papërpunuar dhe pa e tepruar me konsumin e tyre. Domatet janë të mira në uljen e riskut të problemeve të zemrës. Sipas Universitetit të Bostonit, sasitë e larta të likopenit janë të lidhura deri në 30% me parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve koronare të zemrës e të tjera. E pasur me vitamina dhe minerale, domatet i japin trupit tonë një sasi të madhe të vitaminave natyrore si vitamina A, vitamina K, B1, B3, B5, B6, vitamina B7, gjithashtu vitamina C, folati, hekuri, kaliumi, magnezi dhe elementë siç është kromi, zinku dhe fosfori. Ato zvogëlojnë gjithashtu edhe dëmin e shkaktuar nga konsumi i duhanit. Domatet mund të përmbajnë element mjaft të rëndësishëm të cilët mbrojnë gjithashtu trupin nga elementet që shkaktojnë tymi i duhanit në organizëm. Ato përmirësojnë shijen, mund të përdoren në çdo gatim dhe gjithashtu edhe mund të konsumohen ashtu si janë. Për sa kohë nuk merrni medikamente të caktuara dhe nuk vuani nga problemet të cilat i përmendëm më herët, domatet mund të kthehen në një burim të vërtetë të elementëve ushqyes në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ekziston një diskutim për domaten, nëse hyn në kategorinë e frutave ose perimeve, por vlerat e saj ushqyese janë të padiskutueshme. Në këtë video, sipas Webmed, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të domateve. Domatet janë një burim i vërtetë i vitaminave dhe mineraleve të rëndësishme. Një domate e vetme do të ofrojë rreth 40% të sasive të rekomanduara ditore të vitaminës C. Për më tepër, domatet janë të pasura me vitaminën A, e cila do të përmirësojë imunitetin, shikimin dhe shëndetin e lëkurës. Vitamina K, e cila është e mirë për kockat, dhe kaliumi, lëndë ushqyese kryesore në funksionin e zemrës, kontraktimin e muskujve, balancimin e presionit të gjakut. Domatet mbrojnë shëndetin tuaj të zemrës. Domatet përmbajnë antioksidantin e quajtur likopeni, i cili është përgjegjës për ngjyrën e tyre të kuqe. Ullumtimet sugjerojnë se në aspektin e përfitimeve shëndetësore të zemrës, është efektive të hani domate sesa të merrni shtojcat e likopenit. Domatet janë të mira për shëndetin e syve për sa kohë i konsumoni ato në formën e tyre natyrale dhe pa e tepruar me konsumin e tyre. Likopeni është shumë i mirë për shëndetin e syve dhe kjo është e vetmja lëndë ushqyese që përmbajnë domatet. Ato përmbajnë lutein dhe beta-karoten. Sipas ullumtimeve, këto lëndë ushqyese janë të mira për syt dhe mbajnë larg komplikacionet e shëndetit të syve. Domatet ndihmojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës dhe mbajnë larg komplikacionet. Lëngu që gjendet gjithashtu tek domatet dhe fibrat e tyre mund të jenë të dobishme në rast se vuani nga shqetësimet e kapslëkut, vetëm se duhet të jeni të vetëdijshëm se konsumi i tyre rrit aciditetin. Domatet ndihmojnë edhe në menaxhimin më të mirë dhe ruajtjen e shëndetit të lëkurës. Një studim i vitit 2011 zbuloi se konsumi i domateve dhe vajit të ullirit mbron lëkurën nga dëmet të shkaktuara që nxisin prodhimi i prokolagenit, një molekulë që jep lëkurës strukturën e saj dhe mban të fortë dhe rinore. Domatet ju ndihmojnë dhe ju mbrojnë kundër problemeve të radikaleve të lira. Studimet kanë gjetur lidhje midis likopenit dhe kompleksit me pak probleme të prostatës, mushkërive dhe stomakut. Por si të rrisni përfitimet e domateve në organizëm? Ato mund i konsumoni të freskëta, të thata, në salca, të cilat i keni përgatitur gjithmonë vetë. Në këtë mënyrë jepni mundësi trupit tuaj që të marrë përfitimet e duhura. Por në rastet të cilat i përmendëm më herët, është më mirë të mos i shtoni domatet në dietën tuaj. Gjithashtu, falë përmbajtjes së lartë të likopenit dhe kaliumit, domatet do të ulin në riskun e sëmundjeve të zemrës, përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe ndihmojnë në mbajtjen e tensionit nën kontroll. Një sallatë e freskët me domate çdo ditë është një mënyrë e thjeshtë për të mbajtur zemrën të fortë, me energji të qëndrueshme dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Ndaj përdoreni atë si duhet në dietën tuaj për të marrë përfitimet në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka nëpër qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.